Berati, një pjesë e Shqipërisë së çuditshme, plot sharm. A doni të përjetoni në të njëjtën kohë të gjitha periudhat e historisë së Ballkanit dhe të Shqipërisë? Atëherë nuk duhet të lini pa vizituar zemrën e saj, Beratin. Qyteti i 1001 dritareve, sikurse është bërë zakon të quhet, është një nga pikat turistike më të frekuentuara në krejt vendin. Ky emër i buron nga vendosja një pas njëshme e shtëpive të gurit, njëra mbi tjetrën. Berati është kulminant dhe shumë i rëndësishëm për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Në kohët e sotme, qyteti ka ruajtur karakteristikat arkitektonike të një qyteti tipik të periudhës së vonë osmane, fundi i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20. Një rast më tepër për të zhytur në atmosferën e atyre viteve që shënuan historinë e krejt Ballkanit. Historie e gjatë, vend të pafund për të vizituar, një klimë e shëndetshme dhe shumë itinerare nga ku do të njihni Shqipërinë e vërtet. Të gjitha këto do t'i zbuloni me ne në këtë udhëtim. Berati shtrihet në krahinën malore qendrore dhe pjesërisht në ultësirën jug-perëndimore të Shqipërisë dhe ndodhet 122 kilometra larg kryeqytetit të vendit, Tiranës. Kujtoj që i ka ardhur mundësia për të vizituar Berati ka mbetur i mahnitur, jo vetëm prej bukurisë së tij të rrallë, por dhe mikpritjes dhe bujarisë së beratasve. Qyteti i Beratit është ndërtuar në mes të 4 maleve, atit të Tomorit, të Shpiragut, Gorricës edhe Kalat, dhe duket sikur është një amfiteatër. Në mes të qytetit kalon lumi Osum, që e ndan Beratin në 2 pjesë, që lidhen nëpërmjet urës së Gorricës, e cila ka 7 harqe dhe është ndërtuar në vitin 1870. Disa gjetje prehistorike na bëjnë me dije se territori i sotëm i qytetit duhet jetë banuar që nga epoka e bronzit, afërsisht 2600 deri 1800 vjet para Krishtit. Berati ka qenë qendra e fisit i lirë të dasaretëve, të cilët ngritën fortifikimet e para për të mbrojtur luginën e Osumit. Tit Livi, historian i famshëm romak, na ka lënë një përshkrim të pushtimit të tij prej legioneve të Romës, të komanduara nga legati Apustius në vitin 200 para Krishtit. Qyteti më pas mori emrin Antipatrea, ndonse hera herës cilësoi edhe si Albanorum Opidium. Berati, qyteti më i vizituar për vitin 2014. Pasi ke hyrë në qytet, duket vetja sikur je brenda një dekori të ngritur për të luajtur film. Ky është vetëm një iluzion. Nuk jeni në ndonjë dekor filmi. Jemi në atë që quhet Berat 2400 vjeçar. Qyteti i Beratit përbën rastin më unikal të një qyteti turistik, që pret e përcjell turist gjatë gjithë stinëve të vitit. Kjo për faktin se Berati promovon turizmin kulturor. Berati vërtet nuk ka det si shumë qytete të tjera, por ai ka një det të madh monumentesh kulturore, që sot listohen në trashëgimin kulturore botërore. Harta e ekoturizmit dhe ajo e turizmit kulturor është mjaft e pasur, me vlera që ndoshta u mungojnë edhe qyteteve më të vjetra të botës. Mosha mbi 2400 vjeçare, si dhe qenia antare e trashëgimisë kulturore botërore, UNESCO, e bëjnë Beratin që të gëzojë një status të veçantë turistik. Në këtë kuptim, Berati është një qytet elitar dhe i magjishëm, me shumë histori, me pafundësi vlerash arkitekturore, artistike, muzeale, kulturore e të tjerë. Kush nuk dëshiron që të shijojë bukuritë e Kalas së lashtë, vlerat që mbart Muzeu Onufri, pasuritë që ruan Muzeu Etnografik, befasitë që të zbulojnë kodikët e Beratit, bukuritë përrallore të lagjeve muzeale të Mangalemit e Gorricës, magjinë e menusë së gatimeve karakteristike që të ofron kuzhina tradicionale beratase. Mëtej, vetëm 30 kilometra larg Beratit, mysafirët mund përballen pas një problem me bukuritë përrallore të kanioneve të Osumit apo misteret e fshehura në gjirin e malit Tomor. Ky është pak a shumë Berati, i cili fton vizitorët me zemër të bardhë dhe duke buzëqeshur u afron bardhësinë e shpirtit të njerëzve të tij bujar dhe mikpritës.
Dy djemë të rinj të bukur e të pashëm jetonin dikur këtyre anëve. Njëri quhej Tomor dhe tjetri Shpirag. Të dy ishin të dashuruar me të njëjtën vajzë, Zanën e Maleve, e cila për fat të keq nuk e ndau mendjen as për njërin dhe as për tjetrin. Kjo histori i dashurisë zgjati shumë, derisa të dy rrëmbyen armët, dolën në shesh të mejdanit për një dy luftim. Shpiragu rrëmbeu topuzin e tij. Nga ana tjetër Tomori mbroheshe me heshtën e tij të mpretë. Dy luftimin zgjati shumë. Shpiragu i shkaktoi shumë plagë Tomorit duke hapur shumë gropa në të, ndërsa nga ana tjetër Tomori e bëri via Shpiragun me heshtën e tij. Zana e Maleve, e cila ndiqte gjatë gjithë kohës luftën, nuk mundi të duronte dot këtë tragjedi e cila po ndodhte për shkak të saj. Ajo e shkreur në lot ju lut Perëndive që të ndalonte këtë dy luftim mizor. Perëndit ndërhyn duke ngrirë gjithçka dhe trupat e dy djemve u shndërruan në dy male. Po të shikoni me kujdes, Tomori kambi trupin e tij gropat e shkaktuara nga topuzi i Shpiragut. Dhe nga ana tjetër Shpiragu kambi trupin e tij vijat e shkaktuara nga shpata e mbretit Tomorit. Zana vetë u shndërrua në një kodër me kalat të bardhë mbi të, dhe lumi o sum po shkëmbët të saj nuk është gjë tjetër veçse lotët e vajzës, lotë të cilat për dashurinë nuk shtëruan kurrë. Një natë në Berat. Nata në Berat është një tjetër mrekullie, një magjie që nuk duhet i mungoj askujt. Është i njohur riti i përnatshëm i qytetarëve beratas, tashmë e pagëzuar me emrin Xhiroja. Gjithçka ndodh sapo niste errësohet, dhe në të dy anët e bulevardit kryesor të qytetit, nga cepi lagjes magjike Mangalemi e deri tek sheshi para hotel turizmit, njerëzit vërshojnë si lum në xhiron e përnatshme. Berati është i njohur për këngën popullore qytetare. Kënga e qytetit është një përzierje mes traditës së kohës osmane, të përforcuar edhe nga folklori i Shqipërisë së Mesme dhe traditës polifonike qytetare që vjen nga Toskëria. Kështu që kënga qytetare beratase është një lloj krejt i veçantë në muzikën popullore shqiptare. Mangalemi dhe Gorica, dy lagjet më karakteristike të qytetit. Shtëpitë e ndërtuara njëra mbi tjetrën, që asnjë piktor s'do t'i vendoste dot aq bukur, i kanë dhënë edhe emrin Beratit si qyteti i 1/1 dritareve. Janë dy lagjet të qytetit të Beratit që dallohen për harmoninë me terrenin në të cilin janë ndërtuar. Këto dy lagje, së bashku me kështjellën, përbëjnë komplekset më karakteristike të qytetit. Shumica e shtëpive këtu janë monumente kulture. Muret e shtëpive janë të ndërtuara me gur të skalitur që shkëlqejnë nga bardësia e gëlqeres. Rrugicat e këtyre lagjeve janë të shtruara me kalltëm. Mjeshtrit beratas e kanë punuar gurin dhe ua kanë lënë trashëgim brezave më të rinj. E për këtë, në fillim të viteve 70, shkrimtari ynë Ismail Kadere do të shkruante poezinë Gur skalitësit e vegjël. Kalaja e Beratit ngrihet mbi një kodër prej 187 metrash. Ndodhet në pjesën e sipërme të qytetit dhe ka mure të larta rrethues të ndara nga 24 kulla. Është ndërtuar me gur gjigant në formë katrori. Kështjella është ngritur sipas një plani trekëndësh.
Kalaja e Beratit është një nga monumentet më të mëdha historike të Ballkanit. Një fortesë e madhe e cila duket sikur sundon në sumin. Ajo është ndërtuar në një plan në formë trekëndshi dhe nëse shihet nga poshtë, duket sikur është pjesë e kodrës. Sa po hyn në kështjell Majtas, ndodhet kisha e Shën Todrit, me afreske të bukura të pikturuara nga piktori i famshëm shqiptar Onufri. Ajo i përket shekullit të 16, por është ndërtuar mbi themele edhe më të vjetër. Në këtë kishë do t'i gjeni disa ikona. Krishti Pantokrator e shekullit të 16, Gjon Pagzori, Virgjëresha Mari me fëmijën, shumica vepra të Onufrit. Vizita në Kala bëhet në çdo orë të ditës. Muzeu ikonografik Onufri është nga më të vizituarit e qytetit dhe nga më të rëndësishmit në krejt Shqipërinë. Në të ndodhen një numër i madh ikonash të realizuara nga mjeshtri më i madh i pikturës mesjetare shqiptare Onufri dhe biri i tij Nikolla, si dhe të shumë artistëve të tjerë të artit ikonografik. Muzeu u përurua në vitin 1986. Kisha Fjetja e Shënmërisë, në të cilën ndodhet muzeu, u ndërtua nga fundi i shekullit të 18 dhe përfundoi në vitin 1797. Nuk mund të shihoni bukuritë e çmuara të Beratit në momentin që nuk merrni informacion për kodikët e purpurë të Beratit. Kodikët përbëjnë një pasuri të rrallë dhe ruhen si relik të çmuar. Bëhet fjalë kryesisht për kodikun e purpurë të Beratit, i cili është më i vjetri dhe daton që në shekullin e 6 pas Krishtit. Kodiku i purpurë të Beratit është një dorëshkrim shumë i rëndësishëm për fillimin e shkrimeve biblike. Nga teknikat e shkrimit, mendohet se daton në shekullin e 6 para erës sonë. Në fakt, Berati përfaqëson të ardhmen e ekoturizmit në Shqipëri. Shumë njerëz preferojnë që të bëjnë ekskursione në mal. Ekspedita kampingje në majt më të thepisuara të Shqipërisë qendrore. Një ndërtohesh dhe mali i Tomorit, i cili ndodhet 20 deri në 30 kilometra larg qytetit të Beratit.
Nëse për grekët perëndit flenë në Olimp, për Pellazgo Iliro shqiptarët, ato flenë në malin e Tomorit. Tomori këto ditë ngjason me një qytet të ngritur rishtas mbi shpatullat e malit, ndërsa aty vijnë qindra e mijëra besimtar për të bërë kurban e për të marrë mirësinë e vendit të shenjtë dhe bekimin e shenjtorit të Qerbelas, Abaz Aliut. Mali i Tomorit ka ditë që pret mijëra e mijëra pelegrin, jo vetëm nga Shqipëria e të gjitha besimet, por tashmë edhe nga shumë vende të botës. Popullsia përreth e quan atë mal si vendi perëndive. Mbi majën jugore të malit ndodhet vendi i varrit të Abaz Aliut, njëri prej nipërve të profetit, një vend i shenjtë i ruajtur në kujtimet e muslimanëve. Çdo vit këtu në gusht mblidhen besimtarët e të gjitha feve për të festuar ditën përkujtimore në drejtimin e klerikëve Bektashin. Por ndër të gjithë shenjtët, më i shenjti është padyshim ai që jeton në majtë të Tomorit. Në gusht, ndërsa turmat i ngjiten malit për pelegrinazh, dëgjohen zëra që flasin nga brenda për baba Tomorin dhe flijohen shumë kafshë për adhurim. Qindra të krishterë u bashkohen vargut pelegrinëve. Tomori është perëndia e të gjithë shqiptarëve, të krishterëve e muslimanëve. Legjenda e gjurmës së të shenjtit Abaz Aliu lidhet me format e çuditshme të krijuara nga tretja e gëlqerorëve në ujë. Këto forma janë të ngjashme me gjurmën e një kali dhe të një shkopi. Ato gjenden pranë fshatit Dores, rreth 5 kilometra larg qytetit Çorodhodës. Legjenda i cilëson ato si gjurmët e shenjtit Abaz Aliu që erdhi nga Arabia në Berat për të ngjitur në Tomor nga Qerbelaja, hipur mbi kalin e tij të bardhë dhe luftoi me barbarët fqinj. Pasi imposhti ata, ai pushoi për 5 ditë në Tomor, e më pas fluturoi për të banuar në malin Olimp, duke lënë gjurmën e tij në terrasën e Kajcës. Për çdo vit, tani kthehet në 20 gusht për 5 ditë, kohë kur në Tomor shkojnë për të bërë homazh mjaft bektashin dhe kristian. Tomori është mali i shenjtë dhe për baba Tomorin një betim i shenjtë. Në këtë mal ndodhet parku kombëtar i Tomorit me një sipërfaqe rreth 4000 hektar. Vendi përshtatshëm për kampingje, pelegrimazhe, trekking e të tjerë. Faqja perëndimore e këtij mali është pjesa më e pyllëzuar. Parku kufizohet nga lindja me kufirin verior të Tomorit dhe nga perëndimi me rrugën automobilistike Berat-Skrapar. Në të ndodhet edhe pika më e lartë, 2415.7 metra mbi nivelin e detit. Udhëtimi jonë përfshin një tjetër atraksion, rafting në lund, kryer nga miq, një varg, ca lopata dhe një leje për të lundruar. Mbi një gomone duke lundruar në një lumë të rrëmbyeshëm, nuk do të provoni vetëm adrenalinën që jep rafting, por edhe se cili është shoku juaj i vërtet. Askush më mirë se sa ky lloj turizmi, por edhe sporti, nuk mund t'ju aprovoj këtë. Në vitet e fundit, kërkesa për të bërë rafting është rritur ndjeshëm, jo vetëm nga të huajt që e njohin mirë këtë sport, por edhe nga shqiptarët. Skrapari ndryshe njihet si rrethi i kanjoneve, pasi në të ndodhet kanjoni më i madh në Shqipërisë, ai i Osumit, dhe me të drejtë është quajtur si Koloradoja e Shqipërisë. Ai gjendet në sektorin Çorovod-Hambull të luginës së Osumit. Është rreth 13 kilometra i gjatë, nga 4 deri në 35 metra i gjerë,
i thellë deri në 70-80 metra, me shpate vertikale, për fund të cilëve rrjedh lozonjar Osumi, duke u mburrur me krijesën e vet. Janë pikërisht ujërat e tij që me forcën e tyre gërryese dhe tretëse kanë depërtuar ashtu ngadalë, por pa ndërprerje, në masën shkëmbore gëlqerore të strukturës antiklinale të Çorovodës, duke formuar kanionin me bukurinë breslënse. Ujërat e kanioneve të Osumit burojnë nga malësia e Vidhkuqit në lartësinë 1050 metra mbi nivelin e detit. Kur udhëton në brendësi të tij, mahnitesh nga bukuria befasuese, por edhe nga disa përshtypje të çuditshme dhe të pabesueshme që të krijohen. Copërat e qiellit së bashku me pjesë të mureve vertikale të gëlqerorëve gri dhe të bimësisë së blertë, pasqyrohen në pellgjet e shumta të lumit, duke krijuar kështu një përzierje ngjyrash dhe formash të përmbysura, që me fluiditetin e tyre të hutojnë, të çorientojnë dhe të zhysin në një botë krejt tjetër, ireale, por që të ngjallin ndjesi të ëmbla, nga të cilat nuk ke dëshirë të dalësh. Kjo nuk është e vetmja mrekulli e këtij kanioni. Në disa sektorë të tij shfaqen ujëvare të mëdha me bukuri befasuese, sidomos në ditët me diell, rrezet e të cilit zbërthehen nga piklat e ujit, duke formuar ylbere që fillojnë nga qielli, vazhdojnë në shpatet e kanionit, nga ku pasqyrohen në pellgjet e ujit dhe në shtratin e lumit. Në këtë rast e ke të vështirë të vendosësh kufirin midis tokës dhe qiellit. Të shfaqen ndjesi të tjera edhe më të fuqishme, që të ndjekin nga pas edhe kur del prej kanionit. Madje edhe kur je larg këtij, ato të ftojnë të kthehesh dhe ta vizitosh përsëri atë. Në muret vertikale të kanionit ndodhen mjaft guva dhe shpella të cilat janë të formuar nga procesi i karstit. Ato presin eksploratorë të ndryshëm për t'i zbuluar. Qenë pikërisht bukuria e veçantë dhe forma interesante e këtij kanioni që rreth tij të dilnin edhe legjenda, të cilat kanë udhëtuar gojë më gojë deri në ditët e sotme. Midis tyre tregohet legjenda e Nuses dhe ajo e gjurmës së të shenjtit Abaz Aliu. Sporti rafting ka tërhequr shumë turistë në thellësitë të kësaj zone, duke kthyer këtë qytet që konsiderohet si xhepi i Shqipërisë në një zonë tërheqëse turistike. Rafting shërben edhe si nxitje për zhvillimin e një pjese tjetër të turizmit, atë kulturor. Turisti aventurës që kërkon adrenalin, do të kërkojë një vend që ka natyrë të pashkelur dhe jo të urbanizuar. Kjo ekspedit ofrohet kryesisht në muajin korrik, gusht, shtator. Eksplorimi i kanionit zgjat 4 deri në 5 orë në varësi të ritmit dhe përjetimit të grupit dhe përshkruen 14 kilometrat më të bukur të kanionit të Osumit në Skrapar. Kanioni ka një ekosistem unik që ju nuk duhet ta humbisni pa eksploruar të paktën një herë. Gjatë këtij udhëtimi, nën shoqërimin e guidës, grupi përjeton aventura të ndryshme, si ecje përgjatë shtratit të lumit mes shpateve të kanionit, not në pishinat natyrale të Osumit, si dhe ngjitje në disa nga shtigjet e kanionit. Mbyllim këtë udhëtim me beratin e historisë, kalave, kishave, muzeve dhe kodikëve, por që na mësoj se legjendat e tij prehistorike janë të gjalla dhe në ditët e sotme. Njohëm një berat plot sharm të turistëve të shumtë dhe turizmit të aventurave.